Atëherë, një ditë të gjithëve, ju që po na ndiqni në kanalin e Federatës Shqiptare të Futbollit në YouTube. Jemi në ditën e parë, po themi, të komunikimit mediatik të kombëtarëve shqiptare në Kajzerau, në Sport Center. Skuadra ka mbritur këtu mbrëm, ndërkohë që stafi teknik ka vendosur të lërë lojtarët pushim, pra nuk do të kenë një seancë stërvitore, ashtu siç kemi njoftuar ndërkohë. Por do të kemi dhe këtë komunikim që do të jetë i përditshëm tashmë dhe sot kemi të ftuar me sfushorin Ylber Ramadani, i cili do të përgjigjet pyetjeve medias që po na ndjekin ndërkohë online. Atëherë, pyetja e parë për Jurgen Zelen. Jurgen? Atëherë, Jurgen? Pyetje e parë? Atëherë, përshëndetje Ylber, sukses e para. Përshëndetje. Të dija se si është atmosfera, tashmë që keni zbarkuar në tokën gjermane, jemi vetëm pak ditë para ndeshjes së parë me Italinë, si e sheh situatën, se si janë emocionet e para në prag të këtij evenimenti kaq të madh? Po, normalisht atmosfera është si gjithmonë është fantastike, jemi këto së bashku, edhe dje kemi ardhur dhe kemi bë një rrugtim, sot jemi pushim si që tha Fatjoni, dje kur zbritëm nga avioni, ishte një pritje fantastike si nga jashtë avionit edhe këtu para hotelit, edhe është një ndjenjë fantastike. Po, Jurgen, ke pyetje tjetër? Po. Ramadani, duke qenë se kemi parë këto dy ndeshje miqësore, por dhe në vazhdimsi, konkurenca në mesin e fushës është tepër e madhe. Çfarë do të presim ndryshe nga kualifikuesit, por dhe si e shikoni konkurrencën brenda skuadrës? Shumë prej jush kanë marrë minuta dhe kanë bërë performanca shumë të mira në skuadrat e tyre. Po, normalisht, konkurenca bën mirë çdo ekip, jo vetëm kombëtare, këto jemi gjithë gati, lun kush s'lun, duhet jemi 100% maksimum, edhe normalisht se luajmë kundër skuadrave shumë të forta, duhet jemi të përqendruar të gjithë nga i pari tek i fundit, s'ka rëndësi kush lun kombëtare, rëndësia është që ta japim gjithë maksimumin. Do të thotë diçka tjetër? Po. Okej, edhe një pyetje. Se ndeshjes me Italinë do të jetë përballë skuadra kampione në fuqi, sa e veçantë do të jetë për ju ky takim hapës në këtë edicion shumë të veçantë, për pjesën më të madhe për ju është hera e parë që luani në finalet e një kampionati evropian. Po, normalisht është një ndeshje shumë e veçantë, sepse luajmë kundër kampionëve evropian, por ne duhet të shkojmë fushë, ta bëjmë maksimumin, të luftojmë për çdo pikë. Jo vetëm të flasim që të hymë, të bëjmë ndeshje fantastike ose të bëjmë diçka, ne duhet të hymë fushë, ta bëjmë maksimumin edhe të dhajmë 100% që aty ta tregojmë veten dhe të flasim në fushë. Kristi Sejatlari, Panorama Sport, pyetje? Po, përshëndetje Ylber. Përshëndetje. Duke u rikthyer pas një kohë, ju keni pasur një karrierë që nga nivelet e ulta për të arritur deri në Serie A këtë sezon. Duhet të pyes sa e vështirë ishte të siguronit një pjesëmarrje në Europian me kombëtarin shqiptar. Po, normalisht kjo është një ëndër që mu ka bërë realitet. Unë gjithmonë kam punu dhe do punoj në maksimum që të shkoj si me ekip, si me kombëtarën të arrij akoma nivele më të larta dhe shpresoj që ta bëj edhe këtë kompeticion. Po, Krist, vazhdo. Po, keni një sezon ku keni luajtur një numër shumë të lartë ndeshjesh. Po të di, keni ruajtur disi energji për këto 3 sfida të Europianit, duke qenë se dhe rivalet janë të vështirë. Shiko, normalisht, kur vinë kombëtare nuk e shikoj energjin fare. Këto vetëm du të hymë fushë, ta bëj maksimumin edhe të dha gjithë shka për këtë panel. Po, atëherë, Mantho për Kopi, Syri TV. Ylber, përshëndes. Në fakt po kthehem pak tek sfida miqësore ndaj Azerbajxhanit, ku trajneri i Azerbajxhanit theksoi se Shqipëria pasi shënoi gol, vendosi të luante me kundërsulm pasi po praktikonte sfidën ndaj Italisë. Është e vërtet po themi, pra do luajë Shqipëria me kundërsulmin ndaj Italisë, do jetë një mbrojtje fuqishme nga ana juaj dhe do tentojë kundërsulmin? Jo, shiko, normalisht ajo ishte një ndeshje ku ne luajtëm, nuk luajtëm shumë kundërsulm, por
Ajo është taktik që i përket trenerit, ne vetëm bëm detyrën tonë që ta rrafëm Azerbajxhanin, nuk ishte një ndeshje që ne tentuam të luajmë kundër Solum. Ajo taktik është normalisht që do ta vendos treneri në ndeshjen me Italinë, edhe kjo ishte vetëm se ne dëshironim që ta mbundim Azerbajxhanin. Edhe një pyetje të fundit, ditën e djeshme Spanja dhe Kroacia luajtën miqësorë të fundit. Spanja fitoi 5-1, Kroacia gjithashtu poshti Portugalinë. I keni ndjekur sfidat dhe a ju ka bërë po themi një ndryshim në atë që mendoni që ju priste në Europian apo e prisni këtë performancë të Spanjës dhe Kroacisë? Po shiko, normalisht Spanja dhe Kroacia janë ekipe shumë të forta dhe po i kemi shikuar dje këtu mbas darkës, e kemi shikuar Kroacinë me Portugalinë, e shikonim si luanin, po normalisht si thash edhe më parë, ne do të hyjmë çdo ndeshje për të marrë maksimumin, jo vetëm se duhet flasim, po duhet ta bëjmë në fushë këtë gjë. Okej, ka pyetje tjera? Po, kam unë pak. Po, Kristi. Sa e ndihmon fakti Ramadani që një pjesë shumë e madhe, domethënë, e lojtarëve luajnë Serie A. Sa e ndihmon ky fakt ekipin duke qenë se përballemi me Italinë që ka dhe në përbërjen e saj shumë lojtarë që po ashtu luajnë Serie A. Po, normalisht neve na ndihmon shumë sepse ndeshja me Italinë pothuajse çdo lojtar të Italisë e njohim se si luan, edhe kjo na ndihmon shumë edhe nga ana taktikës, edhe do jetë ndeshje e veçantë sepse janë lojtarë me kualitete shumë të larta, po ne e dim sepse kemi luajtur edhe kundër tyre gjatë kampionatit. Po, Jurgen? Hapë zërin, Jurgen. Do doja dhe një ndërhyrje se takon kalendarit, nëse mund ta konsiderojmë të tillë, sa favorizues i duket Ramadanit fakti që luajmë me Italinë, më pas me Kroacinë dhe në fund me skuadrën që vjen nga faza e parë me Spanjën. Në një farë mënyrë mund të jetë diçka deri diku favorizuese për skuadrën tonë, fakti që luajmë me Italinë, më pas me Kroacinë dhe vetëm në fund me skuadrën që konsiderohet si më e forta së pakun letër. Ne këto ndeshje të trijat janë të forta, është kampioni i Evropës, kampioni i botës, gjysmëfinale e Evropës edhe botrorit, janë ndeshje shumë të forta, secila thash dhe do ta them gjithnjë sepse ndeshja nga ndeshje dallon, por ne do të hyjmë gjithmonë ndeshje, do të hyjmë që ta marrim rezultatin që neve na duhet për të vazhduar tutje. Okej. Jurgen, edhe një herë? Edhe një herë, Ramadani, nuk e di, e mendoni vetën ti si më të avantazhuar se takon presioni duke qenë se kundërshtarët në letër apo më saktë nga opinioni konsiderohen favorit ndryshe nga Shqipëria, mund të jetë një faktor që mund t'ju motivojë më tepër dhe mungesa e presionit të madh si ndaj rivalëve mund të jetë në anën tonë këtë herë. Shiko, mu gjithmonë më ka pëlqy kjo kur s'na kanë vlerësu, sepse kjo të motivon edhe më shumë, edhe më pëlqen shumë kur dikush nuk më vlerëson fare, sepse në heshtje mund t'i thysh të gjithë. Okej. Ka më pyetje tjera? Do edhe unë një pyetje të fundit. Po, më thon. Ramadani ndaj Italisë të preferoje një gol në minutët e para dhe të administroni lojën apo një gol në minutët e fundit? Minutë 85, që ta mbyllnim sa më mirë. Mirë, atëherë besoj kjo ishte pyetja e fundit. Ju falenderoj shumë Faleminderit shumë për juve. prezencën. Ndërkohë ju ftoj të na ndiqni në rrjetet sociale të Federatës Shqiptare të Futbollit, kanalet tona zyrtare për të informuar çdo ditë ne do t'ju njohim me programin e skuadrës, duke filluar nga sot pasdite, pra do t'ju njohim me programin që do të kemi për nesër, qoftë atë servitor, qoftë atë mediatik, do të kemi çdo ditë konferenca o dalje të lojtarëve këtu në Kajzerau. Ju falenderoj edhe një herë dhe ju uroj punë të mbarë. Gjithë mirë.